Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në të jetosh besimin. Lutem që t'jeni mirë ju dhe familjet tuaja dhe Zoti t'ju bekojë dhe t'ju rrethojë me çdo të mirë që buron prej Tij. Sot do flas për shëmbulltyrën e dasmës, një dasëm mbretërore që do ndodh dikur, edhe që ata që realisht besojnë në Krishtin e presin. Ftesa që nuk mjafton të pranohet, por duhet të jetohet. Mateu 22:12, në këtë shëmbulltyrë Jezusi tha: "Miku im, si hyre këtu pa pasur rrobën e dasmës?" Një nga shëmbulltyrat më sfiduese të Krishtit. Mbretëria e Zotit përshkruhet si një dasëm, vëndgëzimi, nderi dhe bashkimi. Ftesa është e hapur për të gjithë. Të ftuarit e parë e përbuzën ftesën, të tjerët nga rrugët dhe udhkryqet pranohen pa dallim. Por kur mbreti hyn dhe shikon një njeri pa rrobën e dasmës, ai e përjashton. Mesazhi është i fortë. Nuk mjafton të jesh i ftuar, duhet të jesh i transformuar. Një nga figurat historike që e mishëron këtë mesazh është filozofi i cili unë shpesh e citoj në meditimet e ditës, me emrin Soren Kierkegaard. Ai kritikoi fort një krishterim formal, shoqëror, ku të gjithë ishin të krishterë, por pak e jetonin Krishtin. Ai shkroi: "Rreziku më i madh i krishterimit është të bëhet kulturë dhe jo ndjekje." Kierkegaard i kishte kuptuar që të jesh në sallën e dasmës nuk do thot automatikisht të jesh gati për dhëndrin. E mira nuk është të dish të vërtetën, por të bësh i denj për të takuar me të. Pikërisht kjo është shëmbulltyra. E vërteta e parë, ftesa e mbretërisë është universale, i drejtohet të gjithëve, të gjithë thirrën, të mirë dhe të këqij, të afërt dhe të largët. Hiri i Zotit është falas, i drejtohet të gjithëve. E vërteta e dytë, por hiri kërkon përgjigje reale. Rroba e dasmës simbolizon drejtësinë e Krishtit, jetën e transformuar, pendimin dhe bindjen. E vërteta e tretë e kësaj shëmbulltyre, mbretëria nuk është thjesht përfshirje, por shndrim. Njeriu pa rrobë deshi privilegjin pa ndryshimin, tryezën pa shenjtërinë. Agustini shkroi: "Hiri nuk na lë ashtu siç na gjen." Shoqëria jonë dëshiron përfshirje pa përgjegjësimarrje, pranim pa transformim, të drejta pa ndryshim të jetës, por Krishti thot: "Je i mirëpritur siç je, por nuk je i thirrur të mbetesh siç vjen, duhet ndryshosh." Kant i thoshte: "Liria pa përgjegjësi nuk është liri, por kaos moral." Mbase sot Zoti na drejton këto pyetje: a jam thjesht i ftuar? Apo jam i veshur me jetën e re? Apo jetoj besimi si identitet shoqëror, kulturë, apo si transformim të brendshëm të çdo dite? A dua vetëm bekimet e mbretërisë, pa shenjtërinë e saj? Rroba e dasmës sot mund të duket si pendim i sinqert, një zemër e përulur, bindje ndaj Krishtit, një jetë që pasqyron dashurinë dhe drejtësinë e Zotit. Ndaj miq, me këto të vërteta, le të lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, të falenderoj për ftesën tënde të madhe, por mos më lër të hyj në mbretërinë tënde me zemrën time të vjetër dhe një jetë të pandryshuar. Më vish me drejtësinë e Krishtit, me përulësi dhe me bindje të vërtet. Më transformo të mos jem vetëm i ftuar, por pjesëmarrës në të gjitha bekimet qiellore. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin sot, familjet dhe fëmijët e tyre, udhëhiqi dhe mbroj, drejtoj o Zot në shtegun e ngushtë të besimit. E lutem që ky mesazh të prodhojë në ta përgjegjësimarrje, përkushtim për të veshur rrobat e shenjta dhe të denja të takimit me mbretin e mbretërve dhe Zotin e zotërve, Krishtin, ditën e madhe të dasmës. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq, mezi pres ju takoj sërish nesër.